Vjeni ten, sa bukur, flasim dy gjuhë sonte. Po, falteje. Shqipërinë e sollëm këtu në mes të Romës, në fakt është merita e një organizatori të jashtëzakonshëm, të cilin e duam fort të gjithë Eduard Deda, realisht një bravo shumë të madhe. E në fakt, Marcela, me që jemi të dy në skenë, tani do të ftoj një tjetër fituese të Miss Universe Albania 2020. Zonja dhe zotri, përpara jush, Paula Mehmetukaj. Bellissima Paola. Sa bukur që flasë në italisht, kam qef shumë. Bëj komplimentat dhe bukura. Përshëndetje të gjithëve. Më bëhet shumë shefi që sot jam këtu mes jush. Duke qenë që ky është edicioni i parë, Marcela, uroj që ky të jetë një augur i mirë edhe për vitet e ardhshme, pse jo të kthehet në një traditë dhe një event i tillë të sinjalizohet çdo vit. Do ishte kënaqësi dhe lumturi për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Shumë e vërtet. Si fillim, gjithë ne jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar për Tiranën, mua më duhet të them ca gjëra, ca fakte në fakt, që e bëjmë vendin tonë akoma dhe më të bukur. Jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar që sot Tirana po përjeton një rritje shumë të madhe të ecurisë në turizëm. Sot shohim një Tiranë në cilën janë bërë shumë investime, një kryeqytet të mirë organizuar, më të pastër, plot jetë i gjallëri. Sikur se të gjithë e dim, Tirana së fundmi ka qenë kryeqyteti i rinisë, sportit, së fundmi kulturës, duke u kthyer në një vatër të mbushur plot me aktivitete, jetë e gjallëri. Mos flasim pastaj për turizmin që siç dihet, shifrat kanë shkuar shumë të mëdha. Është e vërtet dhe ne teksa vinim drejt Romës, në fakt në aeroport kishte një kaos të madh, një vajtje ardhje dhe njerëz që flisnin gjuhët e të gjithë botës. Krenari për të gjithë ne që prezantojmë këtë event këtu në mes të Romës, po krenar për kryeqytetin ton Tirana, Paula Tike dhe në fakt pjesë në atë çfarë është ekipi drejtues i titullit Tirana kryeqyteti Europian i rinisë. The disa nga gjërat më të rëndësishme sigurisht, por me që ndodhemi sot këtu në një transmetim edhe në ekranin kombëtar italian Rai, le të japim mesazhin për cilat janë arsyet për të cilat duhet të vinë të vizitojnë dhe të shijojnë bukurinë e Tiranës. Prandaj dhe ne jemi mbetur sot këtu dhe jemi shumë të lumtur të prezantojmë një pjesë të bukur të metropolit tonë shqiptar. Ju ftojmë gjithëve që të vini, pse jo ta vizitoni dhe uroj që të jemi këtu dhe vitet e ardhshme. Vim tani në sfilatën e dytë me veshjet tradicionale shqiptare, të punuara me aq mjeshtëri nga shtëpia e modës Arieta në Prizren. Pasarela tani për vajzat modele, të cilat janë konkurrente të Miss Universe Albania and Kosovo 2024. Skena për vajzat. Yanana, yanane, yanana, with the kitchen, yanana, yanane, yanana, with the kitchen. Tende muy baluque pre, no la mundo no se ne
duar trukitje shkon për vajzat, për bukurinë shqiptare që sot prezantoj këtu në salonin e madh në mes të Romës, il Salone delle Colonne. Jemi në një transmetim edhe në kanalin televiziv Rai 1, një event me të vërtet unik. Të dashur miq, nuk është thjesht realizimi i një eventi kaq me përmasa kaq të mëdhaja. Unë e përsëris, jam shumë e lumtur që jam sot këtu dhe mbi të gjitha falenderojmë nga zemra për këtë organizim të mrekullueshëm, producentin Eduard Deda për përkushtimin e tij. Bëri të mundur një ëndër në fakt, sepse është një mbrëmje, si të themi, e parë, në llojin e saj që prezantohet edhe në ekranin Rai të televizionit italian. Duke mbetur tek partnerët mediatik, është edhe një ekip i televizionit Klan, konkretisht Orinda Huta është këtu me ne sonte, e cila po përgatit diçka speciale për programin e saj, jo vetëm mod. Faleminderit të Rai 1 dhe TV Klan që jeni bërë bashkë nismës tonë për të lartësuar etnografinë shqiptare.